kam zgjedhur 3 fragmente nga jeta e pejgamberit alayhis salam, me anë të cilave inshallah Zoti do ndërtojmë një tip formule, mënyre se si i dërguari Allahu të lartësuar i ka klasifikuar njerëzit të cilët gabojnë në përgjithësi, po edhe në veçanti karshit ti i ka klasifikuar në 3 grupe. Dhe me secilin grup ka patur qasje ose ka patur mënyrë të veçantë. Dhe kjo me thënë të drejtën, po të merren këto 3 fragmente të analizohen, të studiohen dhe pastaj të bëjnë pjesë të jetës tonë, mendimin e Allahut të lartësuar do t'i aqëllojmë në mënyrën se si i trajtojmë njerëzit. Gabimi është gabim. Ai që gabon karshiteje, ka gabuar. Është mëse normale që ka thyer normën, ka cënuar shenjtërinë e vllazërisë, për shembull, ka gabuar pikse pari karshi Zotit të lartësuar. Mirë po, a mundet që besimtarit i futi që të gjithë gabimet që ndodhin për shembull karshi ti në të njëjtin katror, ose si thuash në të njëjtin familje, dhe pastaj automatikisht të buroj prej tij e njëjta sjellje, i njëjti reagim? Jo. Atëherë si ndahet kjo çështje? Në varësi të veprës mund të thotë dikush, po ndahet edhe në varësi të personit. Edhe në varësi të personit. Janë disa njerëz të cilët, për shembull, me veprën e tyre qoftë në raport me Zotin, pastaj dhe me kontributin, arrin dhe ndërtojnë një profil, sa që u thuhet atyre njerëzve qoftë në heshtje, vëlla, bëj çfarë të duash në raport me mua, je i fal. Pse? Sepse je i fal. Kush më shkëput mua një rast nga historia e pejgamberit alayhis salam që përfshihet në këtë luftëtar të Bedrit, pa përjashtim. Në veçanti Hatib ibn Belta. Çfarë bëri Hatib ibn Belta? Çfarë? Pejgamberi sa mobilizoi gjithë banorët e Medinës. Erdhi momenti do të çlirohej Mekka. Apo jo? Erdhi momenti do të çlirohej Mekka. Çfarë bëri Hatib ibn Belta? Kishte qenë pjesëmarrës në Bedr. Imagjino pjesëmarrës në Bedr. Çfarë u tha pejgamberi sa çfarë përgëzimi u bëri pjesëmarrësve të Bedrit pas asaj betejë? Veproni çfarë të doni, jeni të falur. Tani këtë u tha i dërguari Allahu nga vetja e tij, mund të fliste me një përgëzim, mund të vinte me një përgëzim të tillë nga vetja e tij? Mundet? Jo, ishte prej Allahut. Veproni çfarë të doni, jeni të falur. Dhe ne dim shumë mirë se cili prej nesh e kupton që këtu nuk ishte leje për gjuna, mi po keni arritur një status që tashmë është. Çfarë bëri Hatib ibn Belta? Shkruan letër dhe lajmëron për banorët e Mekës për planin e dërguarit të Zotit lartësuar. Thot, bëuni gati. Mirë, i vjen Xhibrili dhe lajmëron pejgamberin sa për mos ta trajtuar me detaje tani ngjarjen, apo jo? E lajmëron. Dërgon pejgamberi alayhis salam. Aliu dhe Talha, me sa më kujtohet, Aliu e sigurt, po Talha për të jam 90%, mbi 90% i sigurt që ishte Talha. Thot, shkoni, kapeni dhe nëse nuk a dorëzon, pra veproni me të derisa t'i merrni letrën. Çfarë kishte bërë Hatib? E kishte dërguar me një grua. Ajo e kishte futur letrën, e kishte fshehur brenda bishtalecave të saj. Dakor? E arrin në një farë, në një moment dhe i thonë, atë që ti ke me vete dhe për të cilën je nisur në mision, dorëzoje. Refuzon fillimisht, derisa e thanë, do të na detyrosh të kontrollojmë. Kur tha do të na detyrosh të kontrollojmë, s'mund. Imagjino, ajo grua nuk ishte besimtare. Kur vjen puna, po. Ose për që një sakt, nuk dua të hyj në këtë detaj se nuk e kam të qartë ishte besimtare apo s'ishte besimtare, por që Allahu di më së miri, s'ka qenë. Në këtë moment, imagjinoni çfarë nderi apo çfarë turpi apo çfarë statusi kishin gratë në atë kohë, sa që guxonte dhe nuk lejonte të prekej, no? Thot në rregull. E nxori dhe u dorëzon. Në këtë moment pejgamberi alayhis salam e pyet Hatib, pse e bëra diçka të tillë? Ai u arsyetua. Dhe kishte një arsyetim. Imagjino është tradhtia e rënd, vepra e cila në dukje, nëse nuk e analizoje, nëse nuk e pyesje personin pse kishte bërë diçka të tillë, ishte tradhtia e rënd. Dhe tradhtia në këto raste, sidomos në momente lufte, ndëshkimin e ka me vdekje. Dakor?
Dhe u justifikua, u arsyetua, dhe thotë, o dërguari i Allahut, i shikon këtati, shokët e tu që të gjithë, se cili prej tyre ka kush i mbron familjarët e tyre në Mekë. Përveç meje. O s'kam, familjarët e mi janë zbuluar aty, s'ka kush i mbron. Po, ishte i ardhur. Dhe një farë mënyre unë, shkrova këtë letër, për të dhënë të kuptojnë banorët e Mekës, se u kontribova diçka pro tyre, edhe pse unë jam i bindur që kjo nuk do ndikojnë në atë gjë që ka caktuar tashmë Allah në triumfin e Islamit, në triumfin tënd dhe në triumfin tonë bashkarisht me dërguari Allah. Në këtë moment, Umeri nuk e përballoi dot, radhiyallahu anhu, dhe i thotë o dërguari Allah, më jep mundësinë që unë të zbatoj mbi këtë njeri atë që ai meriton. Dhe pejgamberi sa çfarë tha? Lera Umer, sepse ai ka dëshmuar Bedrin. Ai ka dëshmuar Bedrin. Pa çfarë? Kjo kategori njerëzish mund të burojnë gabime qoftë të mëdha prej tyre, po kanë dëshmuar Bedrin, kanë treguar veten. Ka arritur një status që Allahu i fal gjithçka, edhe ne të tillë njerëzve duhet të falim gjithçka. Kjo është një kategori njerëzish. Tani për secilin prej këtyre 3 fragmenteve, ja vlen të bësh seri mësimesh. Unë thjesht dua një ngacmim të hedh. Sot inshallah Zoti. Pastaj, pse jo në një moment tjetër, kjo do ishte e bukur që të trajtoje edhe në formën e një seminari, do të ishte e mrekullueshme. Mes nesh kemi njerëz të cilët kanë dëshmuar Bedrin, në një formë apo në formën tjetër me madhështinë e tyre. Ne sot s'kemi Bedr, po ne sot kemi Bedr në forma të ndryshme, në realitetin tonë. Sot nuk kemi heronj të Bedrit për sa i përket, ka mbaruar ai fragment i historisë. Por kemi heronj të Bedrit në realitetin tonë, në mënyrën se si ndërtojnë vllazërinë, në mënyrën se si ndërtojnë devotshmërinë, në mënyrën se si ndërtojnë familjen, në mënyrën se si përballojnë sfidat e përditshmërisë të hallallit, në mënyrën se si ruajnë dëlirësinë, edhe pse janë të rinj në moshë përballë gjithë këtyre fitneve njëra heronj, dakor? Prandaj, me këta njerëz, çfarë kanë le të veprojnë çfarë të duan me ne. Janë të falur. Pse? Sepse unë e di shumë mirë që ky njeri është shumë madhështor tek Allahu i lartësuar një, dhe di shumë mirë e arsyetoj siç e arsyetoi pejgamberi alayhisalam, edhe pse në dukje kjo vepër ishte tradhti i rënd, unë arsyetoj që ky njeri çfarë nuk ka dashakësi. Nuk ka dashur që çfarë do ta gjej siç ka thënë përsëri Umeri radhiyallahu anhu, përpiqem të arsyetoj vëllain tim deri në 70 mënyra, deri në 70 forma. Nëse pas të 70-ës nuk ja qelloj, them, akuzoj veten time që nuk e gjeta dot arsyeën apo justifikimin dhe them ai ka patur diçka, po unë jam i paaft për t'i qelluar. Kjo ishte e para. Mënyra, pra ka patur prej njerëzve që i dërguari Allahut të lartësuar çfarë bënte, i trajtonte në këtë formë. Kategoria e dytë kush më gjen? Kemi njerëz apo jo? Dhe gabojnë karshinesh. Mënyra e parë se si e trajtonte pejgamberi alayhis salam gabimtarin ishte lere. Ai ka dëshmuar Bedrin, është i falur, le të veprojë çfarë të dojë. Kategoria e dytë, siç ishte mënyra që e trajtoi pejgamberi alayhis salam Wahshiun. Ja pranoi pendimin, gaboi Wahshiu. Çfarë bëri? Vrau xhaxhan e pejgamberit alayhis salam. U pendua. Ja pranoi pendimin pejgamberit alayhis salam. Flisi pra, ja pranoi. Po çfarë i tha? Largoje fytyrën tënde prej meje. Pra përpiqu të më dalë sa më rrallë përpara. Përpiqu që kontaktet e drejt për drejta me mua t'i kesh sa më të rralla. A mund të ketë mes shoqërisë, mes vllazërisë, mes komunitetit që ne jetojmë, njerëz të cilët ne u pranojmë, kërkim faljen, i falim ata, mirë po janë disa gabime, qoftë për natyrën e tyre, qoftë edhe për natyrën e personit që i bën, sepse ndoshta ai përsërit, ndoshta ishte i papërgjeshëm, ndoshta ka një farë likësie, janë disa gabime të cilat ti e fal, se je musliman e gjën fuqinë e fal, mirë po, sa herë që ta shohësh atë njeri të rinovohen ndjenjat. Dakor? Ose sa më shumë kontakte të kesh me dikë, aq më shumë acarohesh. Aq më shumë fillon debaton, aq më shumë fillon grindesh, zihesh.
Tani provove një herë, nuk të shkoj ortakëria me të. E provove një herë, nuk të shkoj shoqëria ngushtë me të. Dakord? Pse? Sepse prej ti i burojnë lëndime të cilat vazhdojnë dhe qëndrojnë aty, strehojnë në zemër. Dakord? Ta kanë bërë halal. Mirë po, çfarë? Përpiqu ta shmangësh fytyrën nga unë. Çdo thot kontakte sa më të rralla. Pse? Sepse kështu e ruajmë vllazërinë. Dhe kështu i ruajmë ndjenjat. Mund të ketë, po. Prandaj besimtari i mençur çfarë dallon mes këtij rasti dhe këtij rasti. Hedh një vështim dhe bën një skaner, mes kujt? Mes komunitetit, vllazërisë, bashkësisë ku jeton. Do të gjej njerëz që do të jenë si Hatib ibn Belta, vëlla ati i pranoi çdo gjë. Po ka edhe të tjerë, të cilët si puna e Wahshiut, e pranoi ja fal gabimin. Dakor? Mi po përpiqem të shmang kontaktet. Pse? Sepse nëse unë jam i bindur dhe tashmë është e sigurt që nëse vazhdojmë me të njëjtin ritëm kontaktesh, çfarë? Përfundimi do të jetë i njëjtë. Derisa përfundimi do të jetë i njëjtë, u shmang kontaktet e ngushta. Dakor? Dhe këtu mund të përfshihet edhe kuptimi i hadithit që pejgamberi alayhisalam çfarë thot? Thot besimtari nuk pickohet nga një avrim dy herë. Pickohet nga një avrim dy herë. Dhe nuk ka mundësi që të jetë e njëjta gjë, e njëjti veprim, e njëjta sjellje, e njëjti kontakt, e njëjti person në mënyrë të përsëritur dhe pastaj të jenë rezultate të ndryshme. Dakor? Prandaj për të ruajtur zemrën tënde, për të ruajtur vllazërinë, për të ruajtur dhe zemrën e tjetrit, për të ruajtur shumë gjëra çfarë bën? Largoje fytyrën nga unë. Por kjo nuk i thuhet. Pejgamberi sa më tha Wahshi, kurse ne nuk ja themi njëri tjetrit. Pse? Sepse ne nuk kemi maturinë e Wahshiut. Kemi kuptoi pejgamberin asam dhe nuk guxoi ti thoshte o dërguari i Allahut. Po si ti ke falur Khalid ibn Walidin? Ti ke falur krimin e biri Abu Jahlit. Ti ke falur kokkat e Parisë Mekës. Çfarë nuk kanë bërë? Më shumë se sa kanë bërë. Pse ata i fal? O dërguari i Allahut, madje edhe i nderon Abu Sufjan dhe kështu me radhë. Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë ata. Pse ata i fale dhe njëkohësisht edhe i nderove, ndërkohë mua më thua largoje fytyrën prej meje. Ne nuk e Wahshiu çfarë? E pranoi këtë gjë. Madje u largua, madje tha çfarë do bëj diçka të madhe në mënyrë që të kompensojë atë gjë të rëndë që u kanë bërë dhe thuhet se ai ishte që vrau Museleme Kedhabi, ai që doli dhe bëri probleme të mëdha në bashkësinë islame. Jemi dakord? Përderisa ne nuk kemi maturinë e Wahshiut, atë nuk guxojmë të themi dikujt, valla, disë muhabeti lart, nuk kemi marrëdhënie të ngushta bashkë. Mi po ndërtojmë në një mënyrë të tillë saqë distancohemi ose si thua, korrigjojmë ato gjëra, mënyrën se si e kemi ndërtuar, në një mënyrë të tillë që të lëndojmë sa më pak ose thënë ndryshe, të mos lëndojmë fare me ndihmën e Allahut të lartësuar. Rasti i tretë është si rasti i atij personi që pejgamberi alayhisalam tha vriteni edhe nëse e gjeni të kapur fort pas pëlhurës së Qabes. Edhe nëse e gjeni të kapur prej pëlhurës së Qabes. Ishte Ibn Hatali. Në shirimin e Mekës, pejgamberi ishte stresi, ishte ankthi, ishte frika banorëve të Mekës, çfarë do bëj tani dërguari i Allahut të lartësuar me ne? Dakor? Çfarë tha pejgamberi sa? Jeni që të gjithë falur. Që të gjithë pa përjashtim, ose të ndryshe përveç 6 personave. 4 burra dhe 2 gra. Pse kjo gjë? Sepse ata kishte arritur krimi i tyre, mizoria e tyre, tradhtia e tyre një nivel që falja do të ishte dobësi dhe nuk do të ishte siguri për mbarvajtjen dhe për sigurinë e kujt? Të ummetit. Për këtë arsye, pejgamberi sa çfarë tha? I tha, "O dërguari i Allahut Ibn Hatali, është ka mbërthyer fort pëlhurën e Qabes." Tha pejgamberi sa mbi atë do të zbatohet ekzekutimi. Pse kjo gjë? Çfarë kishte bërë Ibn Hatali? Kishte pranuar Islam. Dakor? Pastaj kishte dezertuar, kishte vrarë një prej shokëve të spikatur të ngushtë të pejgamberit alayhisalam në këtë tradhti, pastaj ishte kthyer në Mekë. S'kishte lënë gjë pa thënë, pa ofenduar, pa shartë të dërguarin e Zotit lartësuar. Jo vetëm kaq, por u lodh vetë duke bërë diçka të tillë, pajtoi, pagoi dhe
nga ato skllave të cilat janë si thua që kanë si tip profesioni këtë gjë dhe vetëm këndonin me parulla ose me duke duke ofenduar të dërguar në Allahu të lartësuar Islami dhe muslimanët. Dhe këtë gjë e kishte projekt. Deri në momentin kur erdhi pejgamberi sa me dhe muslimanët, në Qabe, që çruan Mekën. Çdo thotë kjo, do thotë që janë disa njerëz të cilët gabimi i tyre nuk falet. Tani këtu kemi rastin me vrasjen, nuk do të kuptuar që për çdo gabim duhet të shkuar tek vrasja. Dakor? Po janë disa gabime të cilat nuk falen. Patjetër dhe çfarë? Dhe mbajt qëndrime. Dhe janë disa njerëz të cilët nuk je i qetë nga tradhtia e tyre, nuk je i qetë nga pabesia e tyre, nuk je i qetë nga veprimet e tyre, saqë që nuk falen. Që do thotë, jo, nuk të kanë falur. Dhe as nuk të falë. Dhe bashkë takohemi tek Allahu i lartësuar. Jo, nuk të kanë bërë halal. Se me këtë ma bëj halal dhe ma bëj halal, hëvlla ma bëj halal, se vëllezër jemi ma bëj halal, as zemra ime nuk qetësohet, as situata nuk përmirësohet, dhe as ti vetë nuk përmirësohesh. Dakor? Jo, nuk ta bëj halal. Sepse gabimi të mburon nga papërgjegjshmëria, mburon nga ligësia. Dhe nëse unë ta bëj halal, ti do të vazhdosh dhe ta përsëritesh dhe unë do jem prej aradhës. Dhe prej aradhës do jetë dikush tjetër. Jo, ti ta dish nuk e ke halal. Dhe takimin e kemi ku? Tek Zoti i lartësuar në botën tjetër. Po ka njerëz të tillë? Ka njerëz të tillë. Tani, ne çfarë na duhet? Ne na duhet furqan, ne na duhet dritë, ne na duhet tawfiq, na duhet sukses prej Allahut të lartësuar, na duhet mendje mprehtësi, na duhet devotshmëri, na duhet zgjuarsi, na duhet dije që të dallojmë këto tre kategori njerëzish. Çfarë ndodh me ne? Ne ndodha sjelljen që duhet e kemi me kategorinë e parë, bëjmë me kategorinë e dytë apo e bëjmë me kategorinë e tretë dhe anasjellës. Dhe për këtë arsye, dikë i cili është madhështor në devotshmërinë e tij, madhështor në kontributin e tij, madhështor në vllazërinë e tij, ne e trajtojmë si rast i kujt ta kanë bërë halal, mallkuar qofsh, të shkatrof Zoti, ndoshta qafir dhe munafik të takohemi tek Allahu aty në botën tjetër. Qetësohu marr valla. Sepse ky person sikush si Hatibi, është njëri që çfarë thot pejgamberi sa kur sasia e ujit është e madhe, nuk mbahen më pisllik mo zotëri. Sasi e madhe, çfarë tham? Det është ky njeri në kontribut, në devotshmëri, në sakrificë, në vite në fe, udhim në fe, dakor? Është det. Aty nuk mban më sasi e madhe ujit pisllik. S'duket aty. E gabimet e këtij njeriu s'duken aty, dakor? Prandaj trajtoje sikush, trajtoje si Hatib ibn Belta. Dikush trajtoje si Wahshiu. Dikë tjetër, por sa të rralla duhet jenë këto raste, ku ne detyrohemi shumë të rralla, e lutim Allahun lartësuar që mos përplasemi me raste të tilla, që dikujt i themi prej muslimanëve, prej njerëzve që vendosin ballin në sejdë, takimi i ynë është përpara Allahut në botën tjetër. Dakor? Po ti kemi parasysh këto 3 raste, ne mendimin e Zotit lartësuar ndërtojmë manualin, hartën e sjelljes se si duhet të reagojmë me gabimet që mund të burojmë prej dikujt. Në rregull, Allahu na dhon sukses të gjithë. Dhe lutim Allahun lartësuar që gabimet që burojnë prej ne shtien sa më të rralla, sa më të pakta. Dhe lutim Zotin e gjithësisë që ne të kemi krahëror të gjerë, zemër të madhe që të pranojmë edhe gabimet e të tjerëve. E kërkojmë Zotit që na bashkojnë në mirësinë në dynjë dhe në ahiret. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.